Kryetari i Komunës së Gostivarit, Valbon Limani, ka promovuar 3 projekte të rëndësishme infrastrukturore në fshatin Qegran: shtrimin me pllaka bekatoni të 8 rrugëve lokale, asfaltimin e rrugës së Varezave me gjatësi mbi 1200 metra, si dhe fillimin e punimeve për kanalizimin fekal. I shoqëruar nga banorët e fshatit, Limani vizitën e tij nisi te rruga e Varezave, e cila, siç theksoi ai, është realizuar në bashkëfinancim mes Komunës së Gostivarit dhe Qeverisë së Maqedonisë së Veriut përmes kredisë hungareze. Ndërkohë, rrugët e shtruara me pllaka bekatoni e tha se janë financuar tërësisht nga buxheti i komunës. Para disa muajve u punua në bekatonizim të afër 8 rrugëve, me vlera e tyre kapte diku mbi 9 milion denar, të gjithë normal nga buxheti komunal. Një prej atyre është kjo rrugë të cilën e shihni këtu. Gjithashtu rruga e Varezave, rrugë e cila më veç asfaltohet me shtresën e dytë dhe shpresoj që për disa ditë të përfundon. Rruga e Varezave është rrugë e cila është financuar edhe nga kredia e qeverisë, në fakt, por e kofinancuar edhe nga Komuna e Gostivarit, 12 milion nga qeveria dhe 2,5 milion denar nga Komuna e Gostivarit. Limani njoftoi edhe për nisjen e projektit për ndërtimin e linjës kryesore të kanalizimit fekal në Qegran. Sipas tij, gjatë 8 viteve të fundit, janë realizuar mbi 15 kilometra linja dytësore kanalizimi në këtë fshat, ndërsa projekti i ri për linjën kryesore po ashtu është bashkëfinancimi i komunës dhe qeverisë. Pavarësisht se kush i realizon këto projekte, ato janë të financuara nga taksat e qytetarëve, ndaj secili qytetar duhet të di se çdo investim publik i takon atij, deklaroi Limani. Projekti të cilën shumë gjatë e presin banorët e Qegranit është linja kryesore e kanalizimit, gjysma e asaj, projekti i cili kushton diku afër 47 milion denar, prej të cilëve 20 milion i siguron nëpërmjet kredisë hungareze qeveria, ndërsa 27 milion i siguron Komuna e Gostivarit. Këtu patjetër të cek se Komuna e Gostivarit në 2 mandatet e kaluara ka punuar dhe ka realizuar mbi 15 kilometre kanalizim fekal, i cili është sekondar, dhe ta shpresojmë që me realizimin e kësaj linje kryesore edhe ato do të mund të jenë funksionale. Një gjë është e qartë, të gjithë këto projekte paguhen nga taksa paguesit, nga qytetarët, dhe nuk është me rëndësi se kush dhe si i bën. Kryesorja është që qytetarëve dhe banorëve në këtë rast të Qegranit t'u sigurojmë kushte më të mira për jetë dhe besoj se të gjithë do të tentojnë ta bëjnë të njëjtën. Ai gjithashtu paralajmëroi se në mandatin e ardhshëm janë planifikuar edhe disa projekte kapitale për fshatin Qegran, duke theksuar përkushtimin për zhvillimin e infrastrukturës lokale.